El Farabi, Muhammed bin Uzlag El Farabi u shqua në gjysmën e parë të shekullit të 9. El Farabi u quajt mjeshtri i dytë, Magister Secundus, në përkthimin latinisht të veprave të tij, duke qenë se Aristoteli ishte mjeshtri i parë. Ishte me origjinë turke, por në shkrimet e tij, të cilat së bashku formojnë një enciklopedi të vërtetë, e përdori gjuhën arabe në mënyrë të shkëlqyer. Lindi në një fshat të quajtur Usig, në territorin e qytetit Farab në Transoksani, në arabisht Mauran Nahr, domethënë territori përtej lumit Oksus. Turkestani i sotëm në vitin 873, që i përgjigjet vitit 260 Hijri. Al-Farabi do të thot ai që është prej Farabit. Ai studioi gjuhë, filozofi, matematike, muzikë në Bagdad. E la Bagdadin për të drejtuar në Alep në Sirinë veriore, ku u prit si musafir nga familja që qeveriste qytetin. Vdiq në vitin 950 gjatë një udhëtimi drejt Damaskut. Ishte një shkrimtar pjellor, veprat e tij kryesore janë komentarët e veprave të Aristotelit, të cilët për fat të keq kanë humbur, komentarët e veprave të Platonit, De Sentis, De Intellectus et Intellecto, De Ortu Sintiarum, De Platonis Filosofia, Commendium Legum Platonis dhe librat e idetë e banorëve të qytetit të virtytshëm, libri i qeverisjes së qytetit, e shkoi të gjithë jetën e tij me studime, prandaj dhe nuk u martu. Dëshironte shumë të shëtiste kopshteve dhe buzlumejve për të reflektuar e arsyetuar. Më pas i hidhte në letër të gjitha mendimet e tij. Në trajtimet e tij pëlqente formën e aforizmave, duke ja dalë të shprehte me saktësi në letër njohuritë e thella që kishte fituar mbi temat që trajtonte. Farabiu ishte filozofi musliman para Avicenës. Në prodhimtarinë e gjërave shkencore, pjesa filozofike ka për objekt thelbësor pajtimin mes filozofisë aristoteliane e platonike, duke i futur ato në linjat e botkuptimit islam, për botën, mbi bazën e Kuranit dhe traditës së pejgamberit Muhammed a.s. Edhe ky ishte pra një kolos i madh për cilin të flitet do duheshin seminare dhe simpoziume për punën e tij gjigande, i cili ja dha njerëzimit dhe sot asaj dite njerëzimi, katedrat, universitetet dhe departamentet të ndryshme shkencore frymëzohen nga librat dhe burimet e këtij kolosi të shquar.